Lideri i opozitës shqiptare Sali Berisha, gjatë fjalës në foltoren para kryeministrisë, u shpreh se Maduro i Venezuelës ka dalë para gjyqit, duke cilësuar këtë zhvillim si një moment historik në betejën globale kundër diktaturave moderne. Ai e krahasoi vitin 2026 me periudhën e rrëzimit zinxhir të diktaturave komuniste, duke theksuar se sot rreziku më i madh për demokracinë nuk janë më regjimet ideologjike klasike, por narkodiktaturat dhe autokracitë elektorale, të cilat sipas tij minojnë sovranitetin e kombeve përmes farsave zgjedhore dhe shtypjes së vullnetit të qytetarëve. Viti 2026 ngjason shumë në histori me vitin e rrëzimit të diktaturave komuniste njëra pas tjetrës. Sot, diktaturat më të përhapura janë narkodiktaturat dhe autokracitë elektorale. Lavdi Zotit, ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqin Maduron e Venezuelës apo Maduron e Venezuelës. Mediat e majta të kontrolluara nga qeveria në Shqipëri, nga mëngjesi deri në darkë, u bien borive se u shkel sovraniteti, se kjo shkeli ligjin ndërkombëtar. Miq, dhunuesit më të mëdhenj të sovranitetit të kombeve, dhunuesit më të mëdhenj të ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, janë diktatorë dhe diktaturat. Rrëzimi i tyre është respekti më i madh për ligjin ndërkombëtar, ligjin kombëtar për qytetarët e vendeve të shtypura. Në fund të fjalës së tij, Berisha dha këtë mesazh. Ju garantoj se betejë jo ndalet që vetëm me fitoren e opozitës. Gëzuar, faleminderit.